I motra, i dashur, miku i viteve 90 e gjerësot, kryetar i Këshillit Kombëtar, këshilltar për veprimin konservator pranë zëvendës presidentit J.D. Vance, Bob McHugh. Është nder i madh që je sot këtu midis nesh. I dashur Bob, 35 vite më parë përmbysë një diktaturë. Diktaturën me orwellianet e Europës, zbashku. Tani do përmbysim diktaturën e Edvin Ballukut, diktaturën më të shëmtuar midis diktaturave autokratike. Është nder të përshtes pranin këtu të përfaqësuesit të neodemokracisë, Parti Mike, Xhanxhiakos, deputeti Xhanxhiakos, me lidhje të forta që nga takimi i parë në janarin e vitit 1991 me kryeministrin Konstantin Mitsotakis dhe vazhdojnë me të birin Kyriako Mitsotakis. Ne jemi krenar me bashkëpunimin dhe miqësinë me ju. I dashur zoti Kovacki, përfaqësuesi i Partisë Mike VMRO DPMN, me një bashkëpunim kohëgjatë të frutshëm, suksesshëm midis dy partive dhe dy vendeve tona. Ju falenderoj shumë për pranimin tuaj. I dashur Volkmar Klein, mik i çmuar i Partisë Demokratike, Demokracisë dhe Shqipërisë. Është nder i veçantë për ne të kemi një mik si ju. Ju falenderoj shumë për pranimin tuaj sot në këtë kuvend. I dashur Thomas, një mirënjohje të veçantë për ju, mik i ditëve të vështira, për ndihmesën të çmuar që i dhe Partisë Demokratike, për fjalën që thatë, por edhe për bashkëpunimin në dekada që Partia Demokratike ka patur me Bashkimin Kristian Demokrat Gjerman dhe Fondacionin Adenauer. Ne jemi shumë mirënjohës vendit tuaj, partisë dhe